Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhënie, sot mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë dhe mirëkuptim nga partneri, prandaj komunikoni hapur ndjenjat tuaja. Në punë, një detyrë e papritur mund të kërkojë vëmendjen tuaj të plotë, por do të arrini ta menaxhoni me sukses. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos neglizhoni pushimin e mjaftueshëm. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet impulsive pasi mund të lindin shpenzime të papritura. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot marrëdhëniet romantike do të jenë të ngrohta dhe do të merrni mbështetje nga partneri juaj. Në punë mund të përballeni me disa sfida, por këmbëngulja do të shpërblehet me rezultate pozitive. Kujdesuni për dietën dhe mos anashkaloni aktivitetin fizik, pasi do të ndiheni më energjik. Në planin financiar, është dita e duhur për të bërë plane të reja kursimi. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të sjellë qartësi dhe afrim me partnerin. Projektet në punë do të ecin përpara me ritëm të shpejtë, prandaj mos humbni fokusin. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni kontrollin e rregullt tek mjeku. Ekonomikisht, mund të merrni një lajm të mirë që përmirëson situatën tuaj. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Marrëdhëniet personale sot mund të kërkojnë më shumë durim nga ana juaj, ndaj përpiquni të mos reagoni me nxitim. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të jetë kyç për të arritur objektivat. Shëndeti është në nivel të mirë, por është e këshillueshme të kushtoni vëmendje çështjeve të vogla që mund të shfaqen. Financat kërkojnë kujdes, ndaj mos merrni vendime të nxituara për investime. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në jetën sentimentale do të ndjeni një lidhje të veçantë me partnerin tuaj dhe një surprizë e vogël mund të sjellë gëzim. Në aspektin profesional, një mundësi e re mund të paraqitet, prandaj qëndroni vigjilent dhe të hapur ndaj ndryshimeve. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj stresit, ndaj gjeni kohë për relaksim. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për gjëra të panevojshme. Birgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot do ndiheni të dashuruar dhe të vlerësuar në marrëdhëniet tuaja, duke sjellë harmoni në çift. Në punë do të keni mundësi të shprehni kreativitetin dhe kjo do të vlerësohet nga eprorët. Kujdesuni për shëndetin mendor, pasi mund të ndiheni të lodhur nga ngarkesa ditore. Në aspektin financiar, është momenti për të planifikuar më mirë buxhetin tuaj. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në dashuri, një takim i papritur mund të sjellë emocione të forta dhe të ndryshojë rrjedhën e ditës. Në punë, përqendrohuni në detyrat më të rëndësishme dhe mos u shpërqendroni nga bisedat e kota. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj ushqimit dhe gjumit të rregullt. Financat janë të mira, por mbani një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në marrëdhënie, sot është dita e duhur për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të forcuar besimin me partnerin. Në punë, një projekt i rëndësishëm do të kërkojë përkushtimin tuaj maksimal, por suksesi është i garantuar nëse qëndroni të fokusuar. Kujdesuni për shëndetin fizik, sidomos për muskujt dhe kockat. Financat janë në përmirësim, por është mirë të shmangni borxhet e panevojshme. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot do të ndjeni nevojën për më shumë afeksion dhe mbështetje nga partneri, ndaj mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja. Në punë, mund të merrni një vlerësim të papritur që do ju motivojë për të vazhduar me energji. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni hidratimin dhe aktivitetin fizik. Në aspektin financiar, është një ditë e mirë për të analizuar shpenzimet dhe për të bërë plane afatgjata. Britsjapi.
Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Në jetën personale, një bisedë e ndershme mund të sjellë qartësi dhe t'ju afrojë më shumë me partnerin. Në punë do të keni mundësinë të merrni një përgjegjësi të re që do të ndikojë pozitivisht në karrierën tuaj. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kushtojini vëmendje ushqimit të shëndetshëm. Financat janë stabile, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme sot. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Sot në dashuri mund të merrni një lajm të mirë nga partneri ose një mik i afërt që do t'ju gëzojë. Në punë, një ide juaj e vjetër mund të rikthehet në vëmendje dhe të marrë aprovimin e duhur. Kujdesuni për shëndetin emocional, pasi mund të ndiheni pak të ngarkuar. Financiarisht, është një ditë e mirë për të bërë një planifikim të ri të buxhetit. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në marrëdhënie, sot mund të ndjeni dëshirën për të bërë diçka të veçantë me partnerin dhe do të merrni reagim pozitiv. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të kënaqshme dhe do të forcojë lidhjet profesionale. Shëndeti është i mirë, por shmangni lodhjen e tepërt duke menaxhuar më mirë kohën tuaj. Në aspektin financiar, pritet një përmirësim i vogël që do të rrisë sigurinë tuaj. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.